Mirëmbrëma miq të dashur, po takohemi edhe këtë diel së bashku në emisionin Distrikt, si çdo herë Distrikt në fakt në studio ka personazhe nga më të ndryshme. Sonte kam kënaqësinë që në studio kam të ftuar një personazh nga bota e politikës, Mifail Vajqinovci. Mifail, mirëmbrëma dhe mirë se vjen. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën edhe kënaqësitë jem në një ambient të tillë edhe të bisedojmë diçka përtej politikës. Përtej politikës, e vërtet. Unë thash një personazh nga bota e politikës, po ti nuk je vetëm në botën e politikës. Një 20 vjet në botën e gazetarisë. Gazetarisë, 20 vjet. Pastaj politik, po edhe jetës së natës edhe këtu për shumë gjëra të ndryshme të cilat do t'i flasim në vazhdim me emision me juve. Në fakt, Distrikt ka karakterin e showbizit, po nuk do të thotë që politika nuk është një lloj showbizi kështu në vete. Është se pothuajse është e barabartë kur i sheh emrat e politikanëve, po edhe yjeve të artit, të muzikës, të filmit, pothuajse të njëjtit jem me kritika për deklarata, për gjëra të ndryshme, diku mirë, diku keq, ku jemi në për tabloide të ndryshme, në për portale, dhe nuk dallojmë, ashtu qyshe e tha, jemi pjesë e këtij showbizit madh që po e vërtet. Edhe me skandale, ndoshta jo domosdoshmërisht, por normal. Me probleme të ndryshme, ku normalisht ka goditje, ka sulme, e njëjta vlen pothuajse edhe në showbiz. Ndoshta gjitha fushat që janë fakt që kanë vëmendje mediatike, mundemi me qujtë, do me thonë pjesë e këtyre, se nuk ju intereson publikut me pa vetëm anën e mirë të medaljes, po normalisht edhe ajo kritike. Ti bile edhin mas miri këtë pjesë, se po që i kena ndjek edhe unë ashtu. Je edhe pjesë e botës së gazetarisë për shumë vite, pra, sa ju mungon kjo pjesë, ndoshta studio ose hapësira ku ti ke qenët e gazetarë? Po, është e vërtet që në 19 vjet jam rrit me gazetari, duke vendosur mikrofonin, e ky mikrofon, unë nuk e kam rrit në 2019, sepse kemi qenë me tela, me kamermanin gjatë vendosës, edhe ju thash edhe juve, ka ndryshim shumë madh në media, duke fillu nga teknologjia në kohën kur une e kom përfundu dhe kom kalu në politik, rrjetet sociale kanë fillu veç të jenë në trend, por kanë qenë këto mediat mainstream, televizionet, klasike qysh nacionale, po edhe regionale dhe lokale, por mendoj që më mungon sepse realisht jam rrit, jam kriju edhe jam prodhu sot këtu ku jam prej mediave, për shkak se emrin të cilën populli e ka marrë mend kur jam fut politik, për atë arsye edhe jam votu, edhe njëri prej deputetëve të votum dhe e kam vazhdu me punë në Kuvendin e Kosovës dhe kam qenë njëri prej deputetëve më të zëshëm dhe më aktiv, e kjo pak lidhet edhe me defektin e gazetarisë, sepse kur je gazetar, ki informacion shumë, ki lidhje shumë, ki shoqëri shumë të madhe, e ki një përparësi në politik lërita prej të tjere. Ki një përparësi shumë. Aqë sa është edhe përparësi në fakt, ndoshta e ka dhe ato vështirësitë e veta, se shumica e njerëzve kalojnë ndoshta prej politikës edhe dalin në gazetari, se aty të krijohet një liri më e madhe të shprehurit. Ndërsa në politikë pak ki do kufizime, ndoshta për shkak të partisë, ose jo domosdoshmërisht veç partisë, po edhe politika dallon sepse në politikë bërje ti e ki fuqinë e marrës vendimin, ndërsa në gazetari e ki fjalën e lirë e cila dëshiron të transmetosh diçka, por nuk mund ndryshosh. Kurse kur futesh në politikë, ti shkon me një qëllim që të ndryshohet gjendja edhe dallon. E ki një përgjegjësi shumë madhe, sepse nuk je opinionist. Kur je opinionist, të lejohet të flasësh edhe ajo që nuk është, ndërsa kur je në punën të cilën e bëj, në këtë rast deputet, a mund të quhemi deputet të pezullum, ajo tash e kemi edhe një vendim të gjykatës kushtetuese, dhe është një përparësi e madhe, unë fatmirësisht jam shumë aktiv dhe ndihma më e madhe që më është dhënë është pikërisht prej gazetarisë, prej moderimit, kështu si ti. Në këtë rast edhe unë kam pas një herë në javë një emision drejt për drejt,
ku jam marrë ekskluzivisht me probleme të ndryshme politike dhe menaxheriale të shtetit, po ka pas edhe pjesë përbërëse edhe showbizit ku ka pas edhe njerëz të artit ku kanë diskutuar për nevojën e reformave në Ministrinë e Kulturës apo ku do të. Pra është politika e ka një dallim shumë të madh pe gazetari sepse duhesh fizikisht të jesh shumë i përgatitur. Që ti të komunikosh me qytetarët. E kjo nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë të komunikosh me dikun 200 persona në telefon në ditë dhe ti takosh dikun 40 deri në 50. Për dallim që në gazetari e ki punën, e ki mysafirin, apo jenë teren, varësisht çka punon. Po thuaj se pak a shumë janë konsumuese që të dyja, po... Pikërisht, sidomos në politikë duhet të kesh kujdes çdo qytetarit të kthehet përgjigja. Varësisht ka kërkesa, ka ankesa, ka kritika, ka lavdata, ka sugjerime, megjithatë duhet marrë. Unë personalisht dikon 6.000 qytetari takojnë vetë. 5.000, 6.000, 7.000, ndërsa në rrjetet sociale më mirë mos ta them shifrën. Se ka shumë, Dy se të fish. ndjekim, po. Mirë, po, me Fail, do me thonë, arsyeja kryesore që kalove në politika, që ndoshta kjo dëshira për me ndryshu pakënaqësitë të tua si qytetar. Ndoshta edhe në gazetari, ka pas të tilla, apo jo? Ç'është është e gazetarin, po ndalim pak të kjo pjesa e gazetarisë, prej asaj kohe deri sot, ose a ke mendu që ndoshta kish pas nevojë gazetaria, edhe pse shpesh komentohet lëvizjave të vendosjes, se nuk kemi se si me ikje edhe kësaj pjese që ndoshta nuk e kanë edhe një relacion shumë të mirë me mediat. Nuk e di pse është kjo, edhe pse unë nuk e pata të vështirë shumë me të pas sonte në studio. Shisha. Menej që po tentuat të krijohet një narracion nga disa analistë që nuk e kanë. Unë menej që është e kundërta. Në kohën time, gazetarët janë re. Prej ish opozitës. Po tash fatmirësisht dhuna ka po pas tash, edhe kohëve të fundit, po... Kur thuhet për relacion, unë mendoj që ne kemi relacion të jashtëzakonshëm. Varësisht... Ndoshta e bllokojmë pak, apo jo, relacionet? Jo, unë mendoj që tendenca, sepse ka ndryshu gazetaria vitit 2018 me gazetarinë e vitit 2025. Unë mendoj që ka dallim shumë të madh. Këto kemi pas e raportet ndërkombëtare ku kanë treguar që ka shumë fake news, dallimi është për rrjetet sociale, sidomos të portalet, që në kohën kur kanë punuar nuk ka qenë ashtu. Edhe lajmi është kontrollu dhe jo është kontrollu, por është dashur të verifikohet. Jo të flitet për me Failin, diçka edhe të merr. Mirë, po ndoshta një prej vendimeve më të mira që kish mujt me marrë vendi pikërisht për këto të medjave, ish kundënimi me ligj, sipas ligjit, për mediat që shpifin. Po ligji është, jo me i bloku edhe ndoshta me i penalizu mediat me qenë prezente në problematika të ndryshme të vendit. Ne, si lëvizje vetëvendose, unë po ju them, me plot përgjithësi, nuk ka emision në Kosovë që nuk kam qenë. Si deputet, por edhe disa deputet tjerë, por jo domosdoshmërisht lërita mund t'i mbushim prej mëngjesit deri në mërë me gjitha kanalet. Unë veç po e flas një dukuri kështu që komentohet. Komentohet, por tash nëse e përkthejmë dhe thojme, a vine emisione, unë mendoj që nuk ka televizion prej atij publik që është nacional, RTS, deri në mediumet e ndryshme private, regionale, po edhe lokale që nuk kemi shkuar. Por është tentu të krijohet një farë narracioni prej disa analistëve, jo mediave, që nuk po janë prezent. Fakt, nuk ka moderator apo gazetar apo si të doni t'i quajmë, që na kanë ftuar dhe nuk i kemi shku. Gjithmonë kemi qenë. Përpara ka qenë pak më ndryshe, ka qenë kjo opozitë sot ka qenë shumë më brutale me gazetarë se sa. Ne e kemi, unë sidomos kam kujdes të veçantë për gazetarë sepse unë e di çka do të thotë, mu më ka ndodhur moment fundit, më ka thonë nuk po ve. Po, edhe neve, gjithë gazetarëve ju ndodh kjo. 3 ditë e kom prit me safirin, në moment fundit më ka bëj jem smut ose diçka, ose s'ka guxu me ardhë ose varësisht. Se ndodhin pra pas Po kena ndryshme. bile duhet ta ketë një minimum korrekcie që bile nëse ki frikë, mos thuj një ditë përpara. Unë mendoj që ne paguhemi prej popullit, ne jemi në shërbim të publikut dhe ne kemi obligim me dalë para media përfshi dhe juve që të transmetojmë gjithçka që është
e mirë, po edhe ajo e cila mund të ketë ndonjë defekte. Po, në fakt prandaj edhe sonte po flasim pikërisht për këtë, edhe do doja mos me hy shumë politik, po domosdoshmërisht nuk kemi se si na folëm vetëm dallimet. E përmend edhe pjesën e rinisë që përveç gazetarisë, pra ka qenë edhe kjo pjesa e muzikës edhe klubeve, ndoshta ku e ke gjetë veten me shoqërinë edhe rrethin e Prishtinës. Unë fakt kom pas edhe mysafir më herët të fushës politikës që e kam përmend me shumë nostalgji dhe e kujtojnë këtë pjesën që keni qenë një grup i Prishtinës, që keni dalë dhe keni këndu, ka pas domethënë zhandër të ndryshëm muzikës që keni frekuentu. Po, është e vërtet, ne pak që mojmë janë para luftës, kanë qenë disa klube të cilat për dallim shumë të madh për gjeneratave tash që dallojnë shumë. Në vitin 96-97 i kemi pas dikun, nëse nuk gaboj, ka qenë diskoteka Casablanca, Quincy, Mrika, Cotton Club, po flas për diskot më të famshme të kohës sa atashme ku i kemi frekuentu të gjithë. Unë kam qenë i vogël dhe në kurrizin e mojnë mbem pak, sepse në 91 filluan njerëzit të dalin të Santeja, pastaj kanë qenë Santeja Excellenci dhe shumë lokale të tjera, po kemi qenë një grup i trive, që në atë kohë kemi qenë shumë tri, 17 vjeçar, dhe i kemi frekuentu, sidomos kanë qenë shumë të famshme këto diskot të cilat edhe pse në nuk kupim, i kemi pas DJ të njohur, si që ka qenë MC Beka, në kohë ka qenë DJ Cimi, edhe kanë qenë këngëtar të njohur, Beka ka qenë edhe këngëtar edhe DJ, po ashtu kemi pas në atë kohë estrada që njihen tash, mund të themi ngishta kanë qenë reperat atëhershëm. Gjatë asaj kohe, domethënë nuk ke qenë duke ushtruar detyrën e gazetarit apo jo? Jo, kemi qenë shumë më herët. Kemi qenë shumë, për më 17 vjeçar, 18, sapo e kemi përfunduar shkollën e mesme, por jetën e natës e kemi dashur. Në fakt, gjithë e kemi dashur, nuk e di se pas pandemisë pak diçka ka ndryshuar në gjitha vendet, kjo jeta e natës ka shkuar në një farë zhdukje ndoshta, ose është shumë pak më shumë se viteve të kaluara. Kjo është temë interesant që hapet, isha në Texas. Isha në Texas, New York, edhe gjatë bisedave, ata po e shpjegojnë një fenomen që ka fillu të zhduket jeta e natës. Edhe simas atyre, por edhe këtu në Prishtinë po e shumë që jeta e natës është shumë e varfër tash. Ata thonë se teknologjia ka bërë të vetën. Disa përmenen, sikur se jo, çështjen e pandemisë. Njerëzit ndoshta kanë fillu të jenë shumë të vetmur, dhe jeta e natës kur është bën në kohën time, po e zëm vitin 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5, apo dhe 97, 96, në mezi s'kemi prit të jetë dita e premte shtune, se t'jemi deri në mëngjes në për klubet tona, ose pas luftën megaherce, shumë lokale të famshme të Prishtinës. Po e vërtet është. Çka mendon, është më mirë apo më keq që po zhduket jeta e natës? Unë mendoj që kënaqësinë të cilën e kemi pas ka qenë për shkak se ne nuk kemi pas rrjete sociale në kohën tonë. Dallimi është shumë i madh. Sot po e ki botën në një telefon. Mendoj që socializimi është ndryshe kur jemi në shoqëri të madhe. Ndërsa tash po e shoh që rinia tërkohen telefona dhe nuk sheh 2-3 persona ulën. Përpara kemi qenë ulur 30 vjet, ose në për diskot e famshme të Prishtinës, komplet aty jemi taku, se nuk e di që një disko funksionon në Prishtinë. Po. I kemi, është në Grand, i kam meq ata djemt dhe ata vetë personalisht, sepse kam qenë një ditë vetëm të sharinin që si po kalojnë edhe më tregun, do thot jeta e natës është varfëru. Njerëzit e rrallë dalin, edhe ka qenë dupleksi, edhe ajo nëse s'gaboj është mbyll. E kemi, po janë edhe ato gate këto afër juve. Nuk është që nuk dalin fakt, por nuk është ai entuziazmi i njëjtë.
sikur që shka qenë kohëve të kalume, nuk është që e ndëgjën dikon duke komentu që me nëzis po presin medalje, se kanë me bu një event, ose festa po shkojnë duke u paksu edhe numri njerëzve, në fakt. Shumica po e pëlqejnë tash ma shumë këtë privatsin, ndoshta me u largu 2-3 ditë, ose me qenë dikun jashtë vendit, po jo medalje promja. Përpara ne kemi qenë me ka 20 dje me vajza një vend kur kemi shku së dikime nga 2-3 ju po isheni ullër. Po nuk e zavencon, atë që po e thu pajtona, nuk e zavencon këtë qlodhin ose emocionin që mund është me marë në grup shoqëror që je ndoshta me shoqnin. Po s'është të domosdoshme veç në mbrëmje. Unë përshë edhe telefoni është bërë pjesë përbërëse. Unë kam vajzën, kam gruan, kam prindrit, edhe pse në Amerikë, shumica familjes prindrit dhe motra vëlla, por kur jemi ullër, pashmang shumë e shoh, edhe mund të ma konfirmoni edhe jo në familjen e ju që shumica janë për telefon. E vërtet. Është një farë varësie që ndoshta me kalimin e viteve kemi me umësu me largu. 20 minuta me nejtë pa telefon. Pak e vështirë. A vështirë? Unë mendoj që kjo ka bërë të vetën që sot rinia të jenë shumë të fokusum në rrjetet sociale, në Instagram, në Facebook, në Snapchat, se rinia tash e kanë edhe një model ku komunikojnë. Dhe po shoh edhe vetë, edhe na jena edhe si politikan, për shkak të kërkesave të qytetarëve që shkruajnë të informimit më shpejt, lajmeve, gjithçka tjetër është gjithçka rrjeteve sociale. E merr lajmin prej faqes tënde, krejt botër. Jo vetëm ti ose dikush, por krejt botër. Po bëhet virale gjithandej në fakt. Dallim I madh. Po. Sa është e mirë aq edhe e dëmshme, sepse po krijon pak pa aftësi, ndoshta se e lexova dikun më herët një postim që sa më shumë që po shikojnë reelsa dhe video të shkurta, aq më shumë krijohet pa aftësia për me mendu truri, domethënë. Se krijon një farë varësie me po veç video të shkurta dhe nuk lodhesh shumë me mendu. 30 sekonda dhe frika është që ato reelsa kur ti sheh, asnjëri prej atyre njerëzve të cilët I lëshojnë ato reelsa, nuk guxon mbi 30 sekonda me va. Se tutet që nuk I shkon virale. Dhe tenton me mbledha ke po. Sa më shkurt edhe qëtë pjesën e parë ata ku godet, pastaj e lëshon atë pjesën e dytë 25 sekonda ku flet për një mund tjetë tem tjetër. Sa ka ekzistu ky fenomen në vitet kur ti ke qenë gazetar? Absolutisht, s'ka ekzistu fare. Unë kur e kam lënë vitin 2019, atëherë filloi Facebooku tjetë. Ndoshta jo rrjetet sociale, se ato po e kuptoj, po këto titujt nxitës edhe provokativ që mysafiri shpesh herë edhe degradohet. Bravo, unë e kam bërë këto në promën time të emisionit. Nëse po e zom, e kam xhiruar emisionin 3 ditë më herët. Edhe kur e kam xhiruar emisionin, I kam nxjerr disa sekvenca, edhe e kam bërë promën 40 sekunda. Edhe atë proma, pjesën goditse e kam lënë 3 sekunda, se tjerë din që edhe e kam shu në Facebook, në faqen e emisionit, pastaj e kam shu edhe në për Facebookun privat që e kam, dhe është bërë virale për ta shikuar emisionin ditën e hënorat. Po, domethënë ka qenë veç promo. Promo. Po. Por nuk e kemi ditë që reelsa sa atëherë nuk ka pas reelsa. Po, e vërtet, po nëse kish pas reelsa dhe atëherë me siguri kish funksionuar njëjta. Se të njëjtën e kam bërë, po nuk ka pas. Po. Deri dikun titujt provokativ arsyetohen, po jo ndoshta me deformu komplet fjalinë e mysafirit. Jo, po veç e shkput, edhe len kur dën me thonë diçka e nal në gjysmë, edhe të gjithë kanë me fokusu se cili deputet ose minister çka pas ka ndodhur. Edhe bëhen bashkë te ekrani. Po, ka qenë ajo, por mendoj se sot është këtë ndryshe. Sot është këtë ndryshe. Ndonjëherë vetat kanë ndodhur personalisht ty me të etiketuar me ofendime, sharje në komente. Nuk diskutohet, gjithmonë jam dyant. Edhe tash nëse flas për politik, ti ki rivalt politik, edhe militantat e partive tjera, të cilët kur deklaron diçka, tendenca është me e pa në rrjetet sociale prej komenteve se a po ta mund ty atë që ti tentove me e bë publike. Edhe tani pastaj aty shtyhen dy palët. Vetë personalisht kështu ndaj postim, selfie, video, ke bu për mi provoku komentues me nëzit debat? Jo, unë kur postoj jam... Po kështu,
Ndonjëherë me thonë që ndoshta që kjo video si gazetar kishte nxit si debat. gazetar. Po. Kur kam qenë gazetar. Debat. Kur kam qenë gazetar, po kemi kemi bo edhe video selfie, sepse ato i kam edhe një gazetar të kem let para kamere për dallim për tjerë që është kur ndizet drita e kuqe është ma problem për politika. E kjo është për mu ka qenë e mirë që përvoja në 19 vjetë tani më ka bo me ndru studion prej studios në televizion në studion e kuvendit. Po. Po, si gazetar kemi pas thirrje ose provokime të ndryshme me pas se çka mendojnë njerëzit për një temë caktuar. Nuk është domosdoshmërisht çdo herë e keqe kjo. Jo. Se kur nxit një diskutim, shpesh herë mundesh me kuptu dhe me reflektu edhe njerëzit, shoqëria për ma mirë. Jo, absolutisht gazetarëve edhe ju lejohet që pro et kontra për një çështje të caktuar. Ndërsa në politik, gjithçka që transmeton është diçka që publiku duhet t'i tregohet për një ngjarje të caktuar, e pastaj aty janë dy palë. Pala e cila mbështet, pa dhe pala tjetër e cila kritikon, e kena edhe ofendime, po ato janë pjesë përbërëse e... Që ndoshta tashmë nuk bujnë shumë përshtypje. Jo, se unë i di edhe kush komenton kundër me emra tash në gjë edhe... Mundesh kështu me andje e ki kush ka mujt me po, tash me njerë e di kush del kundër edhe tani e argumentojmë. Unë si deputet komunikoj me publikun edhe përmes komenteve. Tentoj t'ja kthej edhe ati i cili mendon kundër neve si parti politike, por edhe atyre të cilët janë pro neve. Andaj, unë e paka shumë kam qeni përgatitur për këtë profesion, sepse i ke ditë ma letë. Po, edhe i ke ditë anë të këqija edhe të mirat të këtij profesioni. Edhe e kemi ma letë për shkak se neve nuk bëhemi nervoz edhe kur dikush ofendon ose shan, sepse... Në fakt dallon ndoshta pe personalitetit se ti je pjesë edhe e debateve politike, edhe ne shpesh herë shohim debatet politike edhe duke agravu si debate. Shumë politikan, shumë analist, kalojnë deri në ofendime dhe sharje në fakt. Po, kemi pas edhe rastet e tilla, po zakonisht tentojmë që mos të dalim prej asaj që A të ka ndodhë ty vetë me qenë pjesë e një debati që je sha, je ofendu? Jo me sha, veç ka ndodhë me analist të konfrontohemi me ngritjet e zërit, ndoshta edhe me goditje nga pak, por në përgjithësi e kam rujt gjakftësinë dhe kam tentu që të argumentoj ashtu qysh duhet. Do me thonë mos me kalu në fyrje personale. Qysh mundet me ndryshu kjo kulturë në fakt në debatet tona politike? Fatkeqësisht debatet deri në vitin 2021, unë menoj që kanë qenë pak më normale. Ndërsa me futje në skenë të ashtu të quajturave analistëve, përpara ma pak ka pas analist. Në studio kanë qenë të ftuar ekspert të ndryshëm, edhe ai ka fol për një fushë. Këtu të nata shtipeden, një analist flet shëndetësi, ekonomi, politik. I ka gjitha në një. Gjitha. E unë mendoj që kjo është pak problem. Mendoj që Lorita unë mendoj që po bëhet vetëm për klikime. Një bërtime madhe, një reels lëshohet, edhe ai bëhet viral, edhe tendenca është sa më shumë të ketë ofendime dhe nuk ka shumë dorë në zemër, nuk ka shumë profesionalizëm. Nuk kam faj moderatorët, po degenerimi bëhet edhe prej mësaferë. Po, e vërtet, në fakt. Se nuk më është edhe minarë. Pajtona. Por, sot është koha e klikime dhe një deklaratën e deputeti ose një analisti, po del pej kontrole dhe jo përsheni një ofendimi madh, bëhet viral. Po. Në fakt, nuk e di ashtë mira e që. Në fakt, përgjithësia është më e madhe kur del edhe si politikan dhe dallon prej analistit, por vetë kështu, a ke qenë ndonjëherë i provokum ose i nxitur që me dal prej... Po, për shembull, ka pas raste kur... Kena pa shumë deputat që edhe kanë dalë prej studiove, edhe kanë... Prej studios nuk kam dalë, por për shembull ka pas shpifje të tilla të tipit që unë kam punësu vllaun në Kek. Dhe jemi konfrontu në një studio televizive. E unë e vllaun e kam në Kanada që 15 vjetë. Edhe u përhap lajmi që unë e punësova vllaun në Kek, edhe në studio televizive mu drejtun pse e ke bo këta. Edhe e mirë sot është që gjithçka dihet.
Edhe aty kam pas konfrontime, derisa u pajtun dhe një pjesë e gazetarëve kërkuan falje për këtë manipulim medial të disa portaleve dhe gazetarëve, ku goditjet ishin nën brez për shkak se të thuhet edhe Mefi ka fol kundër nepotizmit e korrupsionit, ndërsa vetë pa e bën sot. Edhe më është dashur publikisht të dalë të tregoj ku e kam vllon, ku jeton, e ajnë për një kohë gjatë 12 vjet apo më shumë është në Kanada, në Toronto. Edhe është e keq, jam duket se kur del një lajm i tillë është shumë e vështirë që njerëz me besu të kundërtën. 6 muaj nëpër media kam shku tu tregu që Aranit Bajsinovici nuk punon në Kosovë. Po tash duhet me mësuna edhe me këto Lorita. Po, e vërtet, definitivisht po. Jëm, kur thot populli jena rrezë, duke pranu goditje nën brez të individëve të nëshëm. Kjo ndodh në fakt, në gjitha profesionet edhe nuk është diçka që... Ti e ke po vetë je pjesë e showbizit, ti e ke po çka po ndodh me artista. Po. Jo ky kështu, jo këto e pom, këtu, jo ky kënej. E vërtet. Jeta personale mo nuk është vetëm e jotja. Po edhe s'ka jetë personale mo hes. Nuk ka jetë personale, edhe ata që zgjedhin mos me fol ka me u komentu për sëri jeta personale, edhe këtu të na është një fakt që ka shumë personazhe publike, edhe jena vend i vogël, edhe janë shumica VIP. Po njihemi të gjithë, edhe ka shumë thashë theme. Cili ka qenë ndoshta thashë theme më interesant për ty që e ke ndëgju për veten? Pa i ka pas shumë të fillu për i kësoj, që e përmena, po nuk e di, ka as shumë që i kam dëgju, po edhe shpesh më ka qesh se edhe pa këto thashëthëmet në pjesën publike e bëj një farë lloj koloriti ku bëhet edhe interesant, sepse shpesh e ndëgjën nuk e njeh as veten. Po ka pas lloj-lloj, tash nuk po më kujtohet se ka shumë goditje të ndryshme, thashëthëme për punën time si deputet, që po e kam problem me... Jo, veç e mendova thash mos po të kujtohet në një kështu pak ma qesharak. Po e para ka qenë kjo për vllahun tim i cili nuk jeton këtu. Okej. Që ka qenë thashëthëmi më e madhe, 6 muaj është komentu deri më është dashur në emisione të ndryshme prej programit mëngjesit deri në mbrëmje me sfjegu, po ka pas ndryshme tash edhe dorën zemër nuk po më kujtohet cili mund të jetë më interesant, por ka pas shumë. Okej. Po, e vërtet. Ka thashëtheme edhe në fakt tu janë ato që klikohen, shikohen e tjera tjera. Për gruan time, për shembull, po e marr edhe një shembull. Gruaja ime punon në qendrën klinike universitare, punon në klinikën ginekologjike, edhe po e lexoj në media, gruaja e Mefit bëhet shefe e raportit të patologjisë. Edhe unë po e lexoj, gruaja 10 vjet është shefe në atë. Po tash unë isha deputet, apo kupton? Kinse erë deputet e boni gru. O edhe reagoj, këshillet media, krejt është normale, me dërgushë, me dalë, me demantu mediume. Nga njerë dhe moq, bëshin hajgare edhe në shtëpe, po edhe kolegë gazetarët, edhe deputet, hajde e tha se e bane grunë shefe në klinikën ginekologjike, e gruaja po më thirë dhe unë ma shumë shërë, po shë ty, ta është tha se kur ishe gazetar, thash, s'kipe që më bo, thash se familja është mësu mësë më përme. Se kur kom qenë gazetar, nuk përme, se gazetarët merren me tjerë. E vërtet. E tash kur u futa në media, në politik, u morën shumë. Edhe ajo ka qenë shumë interesant. E kanë kthyer dhe fokusin domethënë edhe te jeta personale dhe te familja. Po. Për goditje me pa që kinë se unë kam diku dola tregova gruaja ime është që 10 vite në atë pozitë. Po qysh e tha, lajmi rrem është një jastek që e hap prej katit 10 dhe puplat kur të bim poshtë, tani me mbledh ato pupla Lorita është problem. Po, me dëshmu të kundërtën njerëzit edhe janë të prirur me i besu pak më shumë lajmit keq se sa ati. Edhe tash shkon me muj, po dikur e kuptu, edhe dikur e lash krejt. Edhe umsove, po ti edhe është desht në fakt, nështë edhe mos më marrës, duke e ditë natyrën e gazetarisë edhe me akceptu pak ma letë. Sa ta me zispres që me reagu, që me vazhdu me këtë situatë. Po, si të që tjetë, menoj që
Unë jam mësu edhe nuk i marr shumë ofër Ofër zemre zemrës. edhe shumë seriozisht edhe kur deklarojnë se tash, varet edhe kush flet. Ka gazetarë që kanë kredibilitet, e ata kanë kujdes që flasin. Po kemi edhe që spekulojnë 24 orë. Po, përveç ngarkesës ndoshta gjatë ditës ngarkume në politik edhe debateve politike, çka është ndonjë emision, a ka ndonjë emision ose ndonjë show që ki dëshirë me pa për me u relaksu ndoshta? E ke fjalën Emisionet emisione tona. televizive. Televizive, unë tash po e ndëgjoj shumë shpesh që njerëz thonë se unë nuk shoh televizor, se nuk kam kohë, e tjerë, po ndoshta edhe A ki fjalën televizionet vendore apo unë e di që të kanalet huaja me siguri që ka, dhe mundesh me i përmend lirisht, po. Po, Ma kështu, kryesisht unë më menoj intereson vendora, ka diçka që me i fje shikojnë. na deshtëm mes deshëm si politikan, edhe i përcjellim aktivitetet debatet televizive. Përveç për debateve arsye politike edhe që e politikës. kemi edhe obligim për shkak se mund të ketë rrshitje të deklarata ku ne tani e kemi obligim pastaj me reagu. Por unë mendoj që dokumentarët më pëlqejnë, por i pak kanë televizionet tona. Përpara i kam përcjell programet e mëngjesit. Okej. Shumë interesant. Tash kanë ndrru, i kanë disa programe jo keni pa. I kanë disa programe podcast pas dite i kanë me mysafir, po më duken këgja interesant sepse po lajmërojnë qytetarët. Nuk di atë kara Po, me i pa në është një emision në Shqipni. Jo, edhe në Kosovë i kanë. Kosovë. Disa, por edhe në Shqipëri i kanë. Po, në përgjithësi, mungojnë dokumentarën televizionit tona. E kam fjallën në Kosovë. Edhe... Fakt, emisionet e mëngjesit pajtona plotësisht që janë konë shumë më të mira unë i disa kam shiku. vite më përpara. Se ka pas ma shumë kuriozitete, ma shumë informacione. Mysafir ma shumë, gjithçka ka pas ma shumë. Po, janë lexuar shumë Në tema. një emision 3 orësh, ke pas 20 minuta një emision të montuar për një temë caktume, ke shku në qendër klinike, ju si gazetare keni marrë një pjesë, pastaj një kthy, keni shku dikun tjetër dhe mbranda 3 ore ka pas kolorit të madh të gjithçka. Ka pas më shumë gazetarë në terren, në fakt, ndërsa tash mungojnë. Tash kryesisht janë gazetarë që po thu që në një podcast, një mysafir, edhe ndoshta i kanë informacionet e Një gatshme. ekran il shumë aty. Po, se i kanë informacionet e gatshme dhe nuk kanë shumë nevojë për gazetarë në terren që raportojnë. Ose që është shkon puna me AI, mund do që edhe moderatori e pikë pyetje e madhe. Po, ka dalë një AI me t'i bo pyetjet. Nuk e di sa është emocioni tani të shikues i njëjtë me AI. Po tash, llogaritën e ja kanë fillu producentët muzikën, po e bojnë më, po. Po, e vërtet i kena ndëgju disa këngë virale që janë bo me AI, po. Kur jemi te muzika, çka ndëgjon më shumë me fe? Unë jam rrit me muzikën e rap, kam dëgju rock, jam rrit normalisht nëse flasëm për muzikën e huaj njëherë, ne jemi të rritur në kohën e njerëzve muzikën e rrugëve, si që quajnë, muzika e New Yorkut, East Coast dhe West Coast, pra perëndim lindje New York dhe Los Angeles, ku në atë kohë njerëzit kryesor, pa dhe sot disa që janë, Snoop Dogg, Dr. Dre, Tupac Shakur, që në kohën kur ka qenë në zenitin më të madhe është vra, por fatmirësisht shumë tekstet e tij dhe këngët të cilat i ka lënë edhe sot janë hite, Bile Bila është bërë shumë më i famshëm pas vdekjes se sa kur ka qenë në kohën tonë. Edhe është një reper Nate Dogg, edhe këta i kam dëgju mas shumti, edhe kur jemi tek muzika rock, Metallicën kam qenë në Itali vitin e kaluar, bashkë me Kushtrim Sadikun e kemi ndëgju bashkë edhe me një kolegë timen në këto në Kuvendit Ardian Gullën. Kemi qenë në koncert në Milano. Jam fan si Metallicës, por edhe shumë grupe, ose për shembull muzika rock David Gilmour i Pink Floyd, dhe nuk kam diçka që të thuhet, zhandrat e ndryshme të muzikës i kam dëgju, por
dallimi shumë i madh sot me atëherë. Nëse jemi për në Kosovë, tash, atë flasëm për muzikën rap, apo për Veç muzikën... kisha dash më ndalë pak edhe te kjo muzika rock, që e përmende dhe tani kalojmë edhe tek preferencat në Kosovë. Muzika rock shpesh lidhet me rebelizmin edhe zërin e rinisë. Edhe më intereson me ditë, a e ke gjetë vetën një si muzika rock edhe në lëvizjen vetëvendosje, a është si kusht me qenë do me thonë pak shpirtin rebel për me qenë pjesë e vetëvendosjes? Po, është e vërtet, por kur e flas për muzikën rock, kur kam qenë si fëmijë, ne kemi qenë edhe në okupim para se me kalu tek vetëvendosja, dhe normalisht edhe muzikat e në gjuhën shqipe të cilët e kam pas pozom Minatori, grupi Minatori, ka qenë këngë kundër sistemit, por me tekste të sofistikuara, dhe po, është e vërtet që lëviza vetëvendosje e ka një shpirt të rebelizmit për shkak të padrejtësive dhe korrupsionit dhe krimit që ka ndodhur për 20 vjet në Kosovë, dhe aty normalisht unë edhe si gazetar që marr me kulumtime, e kam gjetë veten sepse jemi koordinu aq mirë. Po, është e vërtet që edhe ajo, sepse edhe lëviza vetëvendosje mund ta quajmë në shpirt është ka bërë revolucion në Kosovë për 5 vjet e funit, qysh është pa. Por mendoj që edhe repi si muzik, si zhandër, më ka pëlqyer shumë. Unë për veti kur kemi qenë fëmijë, kanë qenë pak repera të cilët i kemi ndëgju, sepse në atë kohë, në vitin 97, ne me kaseta jemi furnizu. Cila ka qenë ndoshta një këngë që ta kujton kohën kur ke qenë do me thonë në periudhën që ke ndëgju këto muzikë revolucionare ndoshta? Po, për shembull, nëse e ki fjallën për zhandrin e repit apo të rockut? Rockut ose repit, po që ty ta jep një nostalgji? Po, për shembull, ne jemi rritë sepse edhe repi është një lloj inspirimi i njerëzve të cilët kanë qenë ka pas apartheid në Amerikë deri kanë marrë drejtat civile të tyre, edhe repi është një lloj revolucioni për drejtat e zezakëve në SHBA. Dhe këtë tekstet nëse i shet Dr. Dre, Snoop Dogg, Tupac, këtë këta flasim qysh ka pas shumë padrejtësi, po racizëm në Amerikë. Dhe po, dorën zemër, une kur jam si 17 vjeçar, Tupacu ka qenë njëri prej idolëve më të mëdhenj të fëmijëve në botë. Ndoshta një farë idoli edhe një farë inspirimi për me bo diçka. Po, edhe në kohën tonë, për në Kosovë, ndoshta si shembull me marrë që ka pas pak tekste edhe me gjuhë të dhunës, ndoshta, ka qenë Unikatili. Po tashmo po mungon një farë muzike e re. Unikatili është këtë ndryshe për repera në Kosovë, sepse Unikatili është shumë interesant. I kam dëgju këngët e tyne dhe s'kemi qa me komentu zë është edhe ka përdur gjuhë edhe brutale, edhe ajo është mënoj që është talent, edhe është interesant, ajo nuk del media. E keni vërit, as nuk bën spote shumë rol, por ju e keni pa këta djemë të ri dhe vazhdat e reja krit inspirohen prej ti, pa janë shkalu edhe reperat e Kosovës. E sotëm, reperat e kohës së sotme. Që në fakt dallon pak muzika prej asaj. Po dallon sepse, nashta nuk me dhënohen këta, po një këngë e cila sot prodhohet, nuk i ka jetë gjatësinë e madhe, ka një muj 2. Për shembull, varësisht prej situatave, sezonës, edhe çajo. A shkon mi 3 muj, 4 muj, nuk shkon. Albin Kurti ka pas një këngë shumë të mirë, në fakt që u pat bo shumë virale, u konga e Ghetto Gjisit, maj modhi. Po, ajo është tash, ajo bo edhe hit, po, Ghettoari, po. Mendoj që Ghettoari është një prej reperëve, edhe është parë, prej nismëtarëve, pa janë shkalu Ghettoarin,
Chaos, grupin Chaos të cilët më pëlqejnë shumë. Pastaj kanë më me këta trit. Ndoshta vajzave, prej vajzave ka ma shumë aktive në muzikë, se djamë po ndoket pak nuk janë edhe aq aktiv. Vajzave Dafina Zeqiri, tash janë të e kthy në koncerte pak ma shumë edhe muzikën. Po. Për shembull, na kemi pas edhe e kemi dasht shumë edhe sot e respektojmë shumë Armend Rexhepagić. Po. Armendi për neve gjeneratave të cilat jena gjenerata të mesme, na kemi pas muzikën e tina çdo kënd ku kemi qëndru. Armendi është edhe sinonim edhe i Prishtinës edhe i krejt Kosovës për shantën e vet. Përveç sa i përket muzikës edhe politikës pak që përmendëm gazetarisë, drejt fundit po e përmendim pak edhe jetën personale. Si është Mefi si një familjar, një prind i një vajze? Kur futesh në politik, familja lihet anash. Fatkeqësisht, jeta ime është prej orës 9 në mëngjes deri në ora 10 natës, i dedikohemi publikut, popullit, punëve në kuvendin e Kosovës, dhe një ditë e kemi, nëse marrëm një periudhë një javore, një herë në javë të kemi kuvendin e Kosovës tërë ditën. Një ditë e kemi komisionin parlamentar, ku jam unë kryetar i komisionit për siguri. Pastaj kemi takimet me qytetarë nga mëngjesi deri në mbrëmje në qytete të ndryshme. Dhe i mbledhëm të gjitha kërkesat, ankesat dhe punët të cilat ata i transmetojmë tek ne dhe ne i transmetojmë edhe në kuvend edhe në qeveri. Po. Mendoj që vetëm vikendi me familje kemi kohë të fatkeqësisht, por e kemi zgjedhë këtë detyrë dhe vajzën e kam në vitin e 2 në fakultetin e stomatologjisë. E shoh që i mungoj shumë. Edhe kur kthehem natën, bisedojmë për gjithçka. Intereson edhe asaj, nuk e don jetën publike. Kur shkruaj disa herë për të, nuk e ka ashtu princip, ndoshta që nuk don me qenë pjesë e kësaj. Më ka pas që kam qenë të kohën para kamera, si gazetar, si deputet. Por po është e vërtet kemi shumë pak kohë Lorita të jemi 2 herë në javë, 2 ditë të javës. Po në fakt është një problem modern, jo vetëm gjatë politikës, fushës politike, po edhe në profesionet të tjera tash jeta është bërë më dinamike edhe shumë pak njerëz kalojnë kohë me familjen. Pikërisht është. Po gjatë këtij vikendi, shembull, sa i dedikohesh vajzës edhe Tër ditën sepse të javën jena në takime, edhe shtunën, ndoshta edhe shtunën jo, nuk e di, por diellën 100% vetëm familjes dhe me ta i diskutojmë edhe punët edhe dalëm, shkojmë në përvene të cilat kemi shku përpara dhe tash i kemi lënë anash. Por e thash edhe një herë, është pak problem në politikë, sepse ne paguhemi prej popullit dhe ne krejt këtë pagesë që na e bojnë si deputet, edhe këtë përgjegjësi që na kanë dhënë, ne duhet ta kthejmë me punë dhe me takime për shkak se deputeti ka obligim që çdo qytetari t'ia hap derën edhe të shohë se çfarë probleme ka. Dhe jo sikur se përpara është votu, e ka mbyll telefonin 4 vjet nuk e ka pa. Më nuk është ajo. Po tash fakt kërkon pak më shumë përkushtim edhe dedikim ndaj punës. Edhe emancipimi është i madh. Tashmë nuk punon, e ki një mandat. A thu që tash politikanët janë pak ma dedikum ndaj punës edhe takimeve? Unë mendoj që kam ndryshu shumë. Apo veç çështje? Tash një mandat ta beson, nuk punon. Nuk ki komunikim të përditshëm. Dhe nuk i krym obligimet tua me kushtetut si deputet, unë është më u përshëndet. Me që tash në një farë formë mandatet e juaja janë e zullu, po e quaj ashtu, mendon që ka deputet që nuk e meritojnë të jenë më pjesë e kuvendit? Ja, ashtu se populli vendos për secilin nuk mund të them Lorita. Po nga pikpamja jote? Nuk e kisha dhënë këtë komentim. Unë mendoj që secili votohet e ka votuesin e vet dhe ja ka besu se vota është besim. Edhe mendoj që... Po gjithë kemi disa që na pëlqejnë, mira që veprojnë, disa jo edhe... Veç ata të cilët nuk i pëlqen, tani më nuk i sheh. E sheh një mandat.
Po, për edhe ta dhe E pyta, mandatin e tash a dytë ka nuk të e tillë sheh, që po tash nuk e meritojnë ndoshta. vetë fakti Lorita që kuvendi çdo por zgjedhje 10 deputet nuk kanë hi. Jenë ndrru. Është tregues që nuk ta fal, ta jep një mandat. Nuk shohësh me diskutu në kuvend. Nuk takohesh me qytetar. Nuk del në për debate televizive. Nuk voton. Nuk del në teren. Nuk je aktiv. Nuk je aktiv. Menoj që këto, në përfundim, e mblidhen rrjetet sociale. Sot rrjetet sociale janë 50% e punës. Po, në gjithë botën, në fakt, edhe... Rrjetet sociale sot janë alfa dhe omega për një politikan, pa dhe për gazetar, po na po flasim në këtë rast për politikan. Edhe unë mendoj që po nuk i plotësove këto kritere, mund të përshëndetesh me politikë. Raporti me vajzën, sa të këshillon ose të kritikon daljet e tua në intervista edhe ndoshta audiencën që të synon me qenë prezent? A është ma shumë këshillue sa kritik? Po kritik, ma ka vo më zbërtit. Bab, ke bërtit këtu, je konë ma nervoz në këtë debat. Edhe është interesant që edhe shoqëria e saj e për të cilën. Më ka vo për shtypje, kur kemi, ju e dini debatën zeta në për studio televizive, bab ke qenë nervoz, ke bërtit, nuk bën kështu. Edhe e kum marrë parasysh kritikat. Pastaj përzihen ka pak edhe në veshje. Në stil. Që është kritika që ta bën mas shumë të në veshje. Mendoj që në veshje edhe ajo kujdeset shumë që syri i një gjeneratës të re dallan shumë me syrin tonë. Neve 47 vjeçarëve teve. E shoh që kanë tjetër stil të veshjes, po ne nuk guxojmë të dalim prej asaj që quhet veshja e një deputeti në kuvendin e Kosovës. E që është official, veshje zyrtare. E përmendet e më herët që edhe shoqëria e vajzës pra e ndjekin debatet politike, edhe unë e kom dëgju këto që edhe shumë të rinë fakt janë pjesë e debate politike, se përmendet e ti domosdoshmërisht videot e shkurta virale, dhe me thonë nuk e njohin moshën edhe ndjekin edhe nga rinia. Cili kish me qenë mesazhi për ata që ndjekin politiken edhe ndoshta ngarkohen prej kësaj pjese? Unë ju më habit kur disa deklarata e kam po në TikTok, që nuk e desha unë ka jenë mësu. Unë mendoj që rrjetet sociale është e pashmangshme me ju ikë, e para. E dyta, mendoj që tash t'jepet një mesazh. Këto janë bo pak edhe klishe Lorita se këtë jep mesazhin kur e din që ata nuk i dohen rrjeteve sociale. Po e shoh të gjenerat. Sa i përket për politikës e kam fjallën. Unë mendoj që sa më shumë. Sa i përket besimit tyre ndaj politika ose zhgënjimit. Mi 19 vjet, mirë është me i përcjell në ngjarjet, me e pa se çka po ndodh, kush është i mirë dhe kush është i keq. Por unë mendoj që shumë është mirë me e përcjell profesionet të cilat i kanë në fushat, a janë për ekonomi, a janë për shëndetësi, se tash edhe në rrjetet sociale ki informacione të bollshme për çështje të caktuara, por zavancimi me librin është pak problem, po tash fatkeqësisht është zavencu gati pothuajse edhe libri përmes rrjeteve sociale, përmes librave elektronik që pushuan tash. Mesazhi im është se sa më shumë t'i dedikohen profesionit ku janë, që i kemi në për fakultetet ndryshme, por pashmangshëm duhet me pas parasysh një votues i ri 18 vjet, se cili i përfaqëson në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe si parti politike, po edhe si individ, si deputet, e sot po e shoh edhe vet kur marr kritika për çështje të caktuara, një përgjigjje që kam dhënë, një gabim nëse e kam bërë, apo një sjellje nëse kam qenë ma nervoz apo diku në një debat televiziv. Mirë, e përmendet që vajza është në drejtimin e stomatologjisë. Por nëse rastësisht do të donte në të ardhmen që t'i bashkoj politikës ose gazetarisë, a do e shtyje përpara? Unë mendoj që ajo e dën mjekësinë dhe nuk ka shfaq kurrë interes që të jetë pjesë e publikut. Është shumë interesant, gjeneratat e reja dallojnë prej neve që ne kemi pas dëshirë të madhe të jemi gazetar kulminant. Ose të jemi në politik, deputet shumë aktiv ose i zëshëm. Ata gjeneratat e reja nuk e kanë. Shamo nuk i duket interesant asgjë.
Nuk është interesant për ta asnjë gazetar e asnjë politikan, sepse se jetoj në epokën e një telefoni i cili sot bën të famshëm për një sekond. sekond. E vërtet. Po, do me thonë, nuk janë aq të dhënë, ndoshta pas... Jo. Qa unë kom mujt me pa të gjeneratat e reja. Nëse pas 10 vite, ndoshta, duke qenë se edhe jene detyrën e deputetit, edhe normal, edhe vetë që kjo ka qenë dëshira jote që me ndryshu disa paknaqësi në vendin tonë. Nëse pas 10 vjetësh vajza do ju pyeste juve se çfarë ndryshimi keni bo, cili kishte qenë një që ti e përmend me krenari ose një ide që... Unë mendoj që 2 gjona në kohën 5 vjet, 6 vjet po i bëj që më pjesë kuvendit. Kënaqësia më e madhe imja ka qenë kur Kosova e ka kontrollu territorin e vet për herë të parë mas 21 viteve, 15% e territorit, e dyta është liberalizimi i vizave. Kjo është bërë në kohën e Albin Kurtit. Pse? Unë vetë kam prit në ranë edhe ti ke prit në ranë, sepse edhe ti ke shku jashtë ranë, dhe kemi qenë qytetarë dorës dytë. Shkojshë në ambasadë të caktuar, si gazetar, si deputet, me prit në ranë për me marrë një vizë. E kjo ka qenë kënaqësia më e madhe kur më nuk na bjen në shtete të caktuara Bashkimit Evropian, me shku me ly vizën, me prit në ranë populli jonë dorë dytë. Kjo është kënaqësia më e madhe që unë e kam përjetu, që t'jemi qytetarë dorës parë sikurse Bashkimit Evropian. Pastaj, ka edhe shumë, këto dy janë kur o qa rrethi, ku qytetarët e Republikës Kosovës, gjeneratat e reja, tash nuk e dinë sepse nuk kam prit sikurën e ti në për ambasadën. E vërtet. E kjo kënaqësia më e madhe që sot i hyp aeroplanit dhe shkon në cilin duhesh shtet të Bashkimit Evropian. Ka dhe shumë tjera, e po që me ko më i thonë, po që unë besoj që tash të shohëm edhe pas 10 viteve apo sa do t'jem në pozita politike, po besoj që do t'ket edhe shumë ka që janë bërë, por edhe shumë çështje tjera të cilat do të zgjidhen për Kosovën e që mund t'ja numroj fëmijës tim mera. Po, shumë çështje të tjera në fakt që edhe në mos t'i lejojnë rinin të dalin jashtë vendit, ndoshta. Përveç udhëtimeve që mundemi mi bo nga liberalizimi i vizave, të paktën me qëndru profesionalisht në vendin tonë. Pikërisht kjo është edhe puna më e madhe e cila po bëhet nga qeveria e Republikës Kosovës, duke tentuar që me startupe të reja, me punë, me grante, me subvencione, gjeneratat e reja, sepse gjeneratat e reja janë shumë të updateuar. Janë të updateuar edhe... Sot gjeneratat e kemi 30.000 njerëz të cilët në Kosovë punojnë me programera, kemi, sidomos për IT-en të jashtëzakonshëm. E këta është një fabrikë shumë e madhe, një gjenerat shumë e madhe që nëse zgaboj dikon rreth 30.000 punojnë dhe sjellin të ardhurat të jashtëzakonshme në Kosovë. Dhe unë besoj që qeveria e Kosovës në këtë vit, tash po futam pak në politikë, se s'po kam qare pa e thonë, në këtë vit, nëse na bjerë më zmëshmu zgjedhje, po shpresoj që ju, i ka 250 milion euro për biznese, për shërbim, edhe për prodhim, edhe i ka pa diskutiu për çështjen e bujqësisë që janë 250 milion tjera, që do t'jenë vetëm për biznese dhe për njerëz të cilët hapim. Pikërisht edhe këtu deshta me u ndërlidh për arsye që ka shumë të ri që normal janë shumë të zot në fushën e tyre të cilat do qoftë ajo, për edhe për hapje të bizneseve të reja që unë i shoh sot vet personalisht shembull, po sa kanë ndihmes është skeptike edhe është jo dhe aq veç duhet me apliku. Unë mendoj që sot qeveria e Republikës Kosovës për një punëtor ju e dini për super punë ju ndihmon. Se lemo për startupe për këto i kanë dyert hapur dhe nuk besoj që ka subvencione dhe grante më shumë se në këtë qeveri që ka pas ndonjëherë. Mirë. Mirë, kjo fjala mirë. Mirë lën për të diskutu. Me gazetare për bollëm. Në një debat tjetër, debat tjetër politik. Nëse vina herë si analiste, se nuk i dihet muna me ndryshu rrugës. Kur nuk e din ku përfundon. Po e vërtet, se dhe politika është një farë arti dhe e thamë showbiz, kështu që nuk i dihet. Nuk i dihet ndoshta përfundon politikë. Nëse bona analiste politike, kom mjaft kritika.
Mefi, jemi edhe drejt minutave të fundit të kësaj interviste, veç i kam edhe disa pyetje pak ma qesharake, ndoshta sa i përkasin pak edhe politikës edhe juve. Nëse do duhej ta bëni një top 3 të deputetëve më arktues në seancë, kë do ta vendosni dhe pse? Po, kjo kështu. Arktus, po shqyqa, ka deputet që edhe kritiken e kanë me satirë. Në kuvendin e Kosovës, aty çka duket para kamere, nuk duket pas kamere. Sepse ne jena poshtë e gazetarët e nalt edhe gjithmonë ka me fjalë, ka... Po ti tregona pra pas skenat, Po, për detajet. shembull, ka gjujtje me fjali opozit tërkohen, po që nuk dëgjohet shumë prej lartë. Mendoj që aty jemi disa të cilët jemi pak më të zhurmshëm, pak me satirë, pak me gjëra të... 3 emra, një top 3 që Për shembull, jemi une Adriana Matoshi, Nezir Kraku, që e kemi pak edhe kritiken me satirë, po edhe pe opozitës, përpara ka qenë Arben Gashi, po nuk është më deputet. E kemi pas një farë komunikimi kritike drejt për drejt, kemi qenë edhe si afër. Është edhe Besiani, ku shpesh kritikohemi prej edhe ai ka disa batuta interesante. Këta janë disa ka dhe... Hikmete Bajrami ndoshta është... Ja e nuk ka satirë. Jo. Ja nuk ka satirë, është e mrallë të nkuhen. Po flasë për këta që janë edhe gjytës edhe e kanë me satirë. E relaksojnë muhabetin. Ka edhe shumë deputet që nuk më kujtohen, por këta janë disa nga ku jam ullur unë e afer, ku bashk edhe bëjmë nga pak humor, por edhe nga smuhemi me fjali, sepse kuvendi është edhe i tillë. Po, pa tjetër humori është edhe... Humori është pjesë edhe kemi goditje verbale, fjallën kritika, ku mediat nuk mund t'i fokusojnë për shkak se janë pak edhe lartë. Okej. Nëse do duhet të zgjidhje një partner për sekrete në kuvend, kishe zgjedh Albinin, Glaukun apo Hikmeten? Edhe pse? Për sekrete? Ja, Albinin. Albinin, unë besoj që shumë sekrete ose gjëra të cilat ne i kemi, mendoj që Albinin edhe Glaukun, po Albinin pa dilem për shkak se ne kemi edhe shef partisë dhe i besojmë edhe përmes tina ne sot jemi këtu ku jemi dhe lëvizjave vendosje këtë fitore që ka ose merite Albin Kurti. Albinit. Po kujt nuk doja kishe besu as në sekret? Lidhet me politika, po jashtë politikës. Brenda kuvendit? Ka shumë. Një emër. Po tash, edhe emër brenda subjektit nuk flasën, ne nuk kemi sekrete. Mundesh me thonë Hikmetës. Po Hikmetja, me Hikmetën nuk isha me besu se ajo është e mërëllë kështu, as komunikimi nuk e ka... Që ta jap hapësirën me i tregu sekret. Po jasë, nuk vjen rani me diskutu për shkak se nuk e kemë fa raporti me të... Mirë se këto pyetje janë relaksu, se nuk i marrin serios as Hikmetja, inshallah, as me kusht tjetër, nuk besoj që bujnë me o prek. Në kuvend shpesh dëgjojnë atë debate serioze, edhe normal debate që ndoshta janë pak ma ofenduse. Po nëse do e bënim një talent show, ose një reality show, midis deputetve, cili mendon se do e merrte çmimin e parë? Është problem tash. Ja, nuk më i flas me emra se mund të më keq kuptojnë, nuk isha... Mund t'jemi të gjithë nga pak atë. Mund t'jemi të gjithë duke përfshi edhe Po kurse është prej komenteve dhe prej... Se nuk mund të keq kuptojnë. Mirë, e për deputetin më original të vitit? Po... Deputeti më original i vitit, unë e menoj që është po e shpalli Blerim Gashi. Se edhe ke ljon pak suspend kështu ta mën. Blerim Gashi. Blerim Gashi. Sepse është original, jam edhe vetë original, sepse kështu jam jetën e përditshme, kështu jam kuvend, nuk ndërroj.
Blerimin, po e bëj sepse blerimi nuk dëshon. Okej, masi vetës tuj nuk mujta me jap çmimin blerimit. Mirë me fillon të falenderoj shumë që ishe pjesë e distriktit sonte. Unë e di që kemi ndoshta edhe shumë tema për fusha të ndryshme të cilat kishim mujt me diskutu, po për sa i përket këtyre minutave, u mundova mi përmbledh gjitha nga pak, edhe shpresoj që të shihemi ndoshta herave të tjera për debate ose intervista të tjera. Unë të falenderoj ty edhe për ftesën masfare, të uroj suksese distriktit bashkë me ty, edhe gatshëm veç më thuj që i kemi thirë deputet apo deputetet e lëvizjes se nuk më kanë në mis. E vërtet, ta nuk muna me thonë. Për momentin jo. Të fillu prej distriktit e deri te debatet tjera, të gatshëm na i paguemi prej popullit, e kemi obligim edhe çështjet private, edhe çështjet zyrtare, nuk ka privatësi, për shkak se ne, momentin kur kemi kandidu, duhet gjithçka të jetë publike, dhe të jetë transparent. Edhe me shumë mesazhe, ndoshta për audiencat edhe të fushave të tjera përveç politikës. Ashtu është, unë mendoj që për fund të emisionit, uroj sfari juve suksese edhe audiencës tuaj në kompaninë Gjirafa ku e drejtoni këtë emision. Edhe mendoj që gjeneratave të reja, edhe pse kjo i bjen pak klishe se u bën njëjtë, sa më shumë të merren me profesionet e tyre, edhe pse rrjetet sociale janë bërë pjesë e pandashme e jetës tonë, private, po e shoh duke filluar prej familjes teme deri te miqt më të ngushtë, mendoj që sa më shumë të mirën me profesionet, me punët, profilet ku janë të profilizuar. Dhe çka më thonë tjetër, uroj shëndet gjithë. Faleminderit shumë Efi. Miq të dashur, ne këtu po e përmbyllim edhe këtë edicion të emisionit Distriktet, së bashku do të shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëjtje.